Nëse na nuk jemi gati mrenda, do më thonë, unë nuk e besoj se mundemi me bo naj sen të mirë. Do më thonë, fuqia është, do më thonë, vjen pre mrenda, jo pre jashtë. Unë nuk e besoj se dikush ka vullnet për me ndihmu Kosovën nëse na vetë nuk e bojmë këto. Edhe mendojmë se sa ma shpejt vërtet duhet me japet edhe një shenje se jemi serioz, edhe mundemi me luftu edhe me qenë mrapa e shtetit Kosovës. Si mund të jemi të bashkuar? Veç me kalu këto inatet politike. A mund të ndalen këto inate? Pa, unë e mendoj se po. Unë e mendoj se po, nëse ka vullnetin e mirë, unë e mendoj po. Zonja Valja, kemi vazhdu me ardhë në kuvend për çdo 14 orë. A jeni lodhë me këtë sistem edhe a keni me fillu me Nuk jam lodhë, po vjen mara, nuk e ndjej mirë. Se unë jam këtu, do më thonë, unë jam ma shumë se 10 vite deputetja, do më thonë edhe për mu këtë gjendje nuk është mirë. Diqysh po më vjen keq edhe prej njerëzve, edhe jemi total jo funksional, nuk mundesh as me ndihmu, njerëz kanë nevoj për ndihma e deputetëve, njerëz kanë nevoj për ligjet, për krejt. Ne jemi qëq si dur të lidhur edhe nuk e besoj së është mirë. As për na deputet, as për Kosovën, as për njerëz. A kemi fillu me bojkotu me formë deputatë të tjerë për mos me ardhë? Me fillu mos e marë pjesë në seanca? Pa, unë nuk e shoh këto si menjura e mirë, do më thonë kush jetu bojkotu. Instituciona, unë e mendoj se na duhet me gjetë në zgjidhje, a bojkot unë nuk e besoj se është menjura për me gjetë në zgjidhje. Për fond, a do të shfrytëzoni pushimet verore pas po kemi çdo 48 orë seanca, do të mund të shfrytëzoni? Po që tash nuk e besoj se nëse tash kryetari cili është aktuel nëse jap naj mundësi, nuk e di, na me regulore kemi, do me thonë drejt, por na kemi në respektu tash regulore, a kemi drejt me respektu regulore, sepse nuk kemi formu kuvendin, nuk jam sigur, nuk e di.